ditët në të cilat jetojnë njerëzit, apo koha në të cilën jetojnë njerëzit, në këtë dynjë mund të ndahet në kohën e kaluar, kohën e tashme në të cilën ti jeton, edhe të ardhmen të cilën pretendon. Rënkimi për të kaluarën është shkatërrim. Të preokupohesh me të kaluarën, të rëngohesh për të, është shkatërrim, për faktin se ajo ka kaluar. Gjithashtu preokupimi me të ardhmen është problem në vete, për faktin se asnjë njeri nuk e din se a do ta jetoj të nesërmen apo jo. Asnjë njeri nuk mund të di se a do të jetoj nesër në të ardhmen apo jo, për faktin se Allahu Jalla wa Ala e gjelet afatet e njerëzve në këtë botë i ka lënë të caktuara. Njeriu nuk e din se sa do të jetoj. Mirëpo, ajo e cila mbetet dhe është në mundësinë e njeriut për ta shfrytzuar është koha në të cilën jeton ai, koha e tashme, pra çastet të cilat jeton. Njeriu i mençur duhet ta shfrytëzoj atë ditë në cilën jeton në maksimum, që dalë para Allahu Jalla wa Ala faqebarë. Duhet të mos ankohet për të kaluarën, të mos preokupohet me të, mirë po të preokupohet me të tashmen para se ajo të bëhet e kaluar. Për faktin se nëse sot nuk punojmë, dije se dita e sotit nesër do të bëhet e kaluar. Andaj angazhimi me të kaluar është problem në vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka nxit që njeriu të punojë vazhdimisht, qoftë edhe pak. Edhe thot me një hadith, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Punët më të dashura te Allahu Jalla wa Ala janë të vazhdueshmet edhe nëse janë të pakta. Andaj besimtari i mençur edhe vigjilent duhet ta shfrytëzojë kohën në të cilën jeton. Prej mirësive që Allahu Jalla wa Ala e ka dhënë njeriu është edhe arritja e këtij muaji, gjithsesi arritja e 10 të fundit. Duhet të punon sa të mundet në mënyrë që të dalë para Allahut faqebartë.